këtu. Sehen. Pra, ich sehe dich, unë të shoh ty, ich kann nicht sehen, nuk mund të shoh ndonjë gjë, për shembull, kur nuk mundesh me pa diçka. Edhe kjo përbën një kuptim të thjesht. Pra, përdoret kur thjesht e sheh diçka me sytë tu. Pra, pa mos qenë domosdoshmërisht vëzhgimi, pra që të bësh vëzhgim aty, pra ta vëzhgosh më gjatë ose me vëmendje. Kurse ansehen është pikërisht kjo. Pra, ansehen është që të me pa diçka me vëmendje. Pra, të shikosh, me shiku, me vëzhgu. Kjo është për qëllim. Pra, është një folje e ndarë, pra. Trembaches verb. Kjo, kur vjen me prefiks, do më thënë, me këtë pra parashtesën. Pra, ansehen. Gjithashtu edhe foljet e tjera. Pra, kuptimi i tyre ndryshon. Për shembull, thua, ich sehe mehr den Film an. Pra, kjo an vjen në fund të fjalisë.